Përshëndesim që kanë qenë të dhëna utilitare, ne do ndalemi në informacionet cilat i përkasin një çështje të rëndësishme që ka të bëjë pikërisht me arsimin. Janë rreth 334 aspirues për drejtues të arsimit që janë certifikuar nga shkolla e drejtorëve. Mes tyre ka qenë edhe brezi i parë, pra 63 drejtues cilët ishin të arsimit parashkollor. Ky është një proces i cili patjetër mund të konsiderohet mjaft i rëndësishëm, siç edhe e thash, sepse ka të bëjë drejt për drejt me formimin e nxënësve. Ne ditën e sotme jemi me Jola Ketën, e cila është drejtoreshe ekzekutive e shkollës së drejtorëve. Mirëmëngjes, faleminderit shumë që jeni këtu. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Ne do donim dinim fillimisht se si është ky proces, si është zhvilluar procesi i certifikimit të aspirantëve për drejtorë dhe si arritëm në këtë pikë për të krijuar diçka të tillë. Faleminderit për interesin për shkollën e drejtorëve. Shkolla e drejtorëve është një institucion që është krijuar si rrjedhoi bashkëpunim të Ministrisë së Arsimit dhe Fondacionit Shqiptar Amerikan për Zhvillim. Shkolla e drejtorëve lindi në një kohë kur arsimi kishte nevojë për më shumë dritë, kishte nevojë për guxim, për të dhënë dije, njohuri dhe për të kapur kohën. Në 2019 filloi programi dhe brezi i parë i trajnimit detyrueshëm përgatitor, ku përgatiten drejtues ose aspirant për drejtues për arsimin parashkollor në Shqipëri. Deri më sot që flasim, kemi rreth 4.000 të regjistruar, nga të cilët 2003 e kanë përfunduar programin e trajnimit detyrueshëm përgatitor dhe në 7 breza të cilët i certifikuam ditën e premte, regjistrojmë 1586 të certifikuar nga gjithë Republika e Shqipërisë. Nëse do të ndaleshim pak tek ai sistem arsimor që ne kemi pasur më përpara, zakonisht drejtorët e shkollave vinin nga eksperienca që kishin pasur si mësues në drejtorinë arsimore, ndoshta a ka pasur precedent të mëparshëm sa i përket mbarvajtjes së punës së tyre për të arritur në këtë pikë, pra për të krijuar këtë akademi të drejtorëve, pra është para nevojshme nga problematika që keni hasur apo kishte ardhur momenti për ta krijuar? Siç e thash më sipër, shkolla e drejtorëve erdhi në një kohë kur arsimi kishte nevojë për më shumë dritë. Po dritë, çfarë kupton dritë? Dritë në zbatim të njohurive të dijeve, në mënyrën se si ata sillen me komunitetin, me mësuesët, me nxënësit, sepse kohët kanë evoluar, Shqipëria gjithashtu, reformat në një formë trajnimi, po themi. Po, ky është një trajnim i detyrueshëm nga ligji 46 i arsimit para universitar, i cili është dhe amenduar së fundmi. Në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit janë identifikuar nevojat dhe nevojat për ndërhyrje në drejtim të shkollave, pra të institucioneve para universitare, dhe ka ardhur programi shkollës drejtorëve si një nga modelet më të mira në fakt që është zbatuar në Izrael, në Irlandë, në vende të ndryshme, ka pas forma të ndryshme, është përshtatur shumë mirë, më së miri me kontekstin shqiptar, dhe sot jemi të konsoliduar duke ofruar një trajnim teje cilësor, teje transparent, teje inspirues për gjithë ata që ndjekin shkollën e drejtorëve. Dhe kujt i jepet mundësia për të marrë pjesë në këtë trajnime? Pra, mund të jenë dhe drejtor aktual shkollash? Po, patjetër, fillimisht nisi për drejtuesit që ishin aktual në sistem, të cilët pothuajse janë ezauruar, janë certifikuar, kanë marrë njohurit, i zbatojnë, sepse ne i ndjekim se si kanë ecur, ata gjithashtu marrin trajnimet vazhdueshme nga shkolla e drejtorëve, janë në kontakt me projektet që ata zbatojnë kuadër të programit, pra në vazhdimsi të projekteve që ata kanë ndjekur. Si funksionon shkolla e drejtorëve? Pra, cilat janë programet dhe sa zjatë do të ishte një pyetje me vend. Do të vinim dhe aty, po me radhë. Megjithatë, meqense e bët vetë pyetjen, patjetër. Po, atëherë për të vlerësuar nga shkolla e drejtorëve, për të vijuar trajnimin, janë një sër hapash. Fillimisht është aplikimi nëpërmjet një platforme, sepse shkolla e drejtorëve funksionon vetëm system-based, pra është shumë e mirë, funksionon në mënyrë të përsosur nga ana e sistemeve, aplikojnë në sistemin që ne kemi, duke plotësuar kriteret kryesore që janë standardet e drejtuesit në bazë të ligjit dhe udhëzimeve të ministrisë. Më pas krijohen komisionet e vlerësimit, që janë 2 antar nga ministria dhe 1 antar nga shkolla e drejtorëve, dhe më tej nis procesi i fillimit të shkollës,
e cila në programin e zgjatë 9 muaj, në programin vetëm për drejtues me mbi 5 vite eksperiencë në detyrë, zgjatë 6 muaj. Pra në kodë reduktuar, përsa kohë kanë ushtruar më përpara? Po, sepse konsiderojnë që kanë një farë eksperiencë dhe ka një program më të kompresuar, le të themi, dhe të fokusuar drejt disa inovacioneve të reja. Sa i keni ndjerë që ka një interes nga ana arsimtarëve për të marrë një trajnim të tillë, një certifikim të tillë? Ne hapim thirrjen për aplikime 2 herë në vit, që do të thotë në muajin maj dhe në muajin nëntor. Nuk kemi pasur numër më poshtë se 350 aplikantë, që do të thotë kemi një 3 vjeçar të fundit që kjo shifër është ose në rritje ose stabil, pra nuk është se është e konsoliduar sistemi, ka një interes gjithmonë e më të rritur nga mësuesit, nga aspirantët, cilët ne i konsiderojmë. Dhe a është kjo me sistem pikësh, pra në varësi të trajnimit që do të bëjë secili prej aplikantëve dhe në rast se është shumë i zoti dhe arrin që të spikasë gjatë këtij trajnimi, nëse është në një pozicion mësuesi, a mund të shkojë automatikisht si drejtuesi një shkolle? Atëre, ju më bët 2 pyetje në një... Po tani, meri me radhë. Po, me radhë. Atëre, për të certifikuar ka disa faza. Pra që duhet përfundosh një fazë të parë, që janë trajnimet, janë 9 modulet kryesore, ku ata fillojnë me vizionin e shkollës, diagnostikimin e problematikave, vëzhgimin, e të tjerë detajet që ka kurikula. Pas përfundimit me sukses të moduleve, ato kanë të drejtën të prezentojnë një projekt që është mandator dhe është i detyrueshëm dhe i zbatueshëm në shkollat ku kryen praktikat profesionale, dhe pas përfundimit me sukses të prezentimit projektit, ato mund të hyjnë në procesin e testim certifikimit, që është dhe procesi më sensitiv dhe më si ta quaj... Më delikat, ndoshta. Më delikat, që vinë me frikra, vinë me... të cilat ato frikrat janë ato që... në një lloj sfide. Nuk i lejojnë ata që t'japin maksimumin. Po le të provojnë ata emocionet e nxënësve para fletës së provimit. Në fakt, unë e them gjithmonë sa herë nisin brezat ose kohortat që i quajmë, gjithmonë ja u them, vjeni vend vetëm tuaj tashmë në pozicionin e nxënësve. Jola, pyetje parantezë, sepse dua ta lidh me diçka tjetër. Sa kohë ka shkolla e drejtorëve? Prej 2019-s ka filluar brezi i parë deri më sot. Më përpara nuk ishte e nevojshme që të kishte nuk ishte e nevojshme, pra nuk ka patur një shkollë të drejtorëve sepse bëj ndoshta në bazë të viteve të eksperiencës që gjithë secili kishte, apo jo. A mundet tani dikush që nuk është pjesë e shkollës së drejtorëve, po ashtu të jetë drejtues në arsim, apo duhet me patjetër të jetë një certifikim i tillë? Çfarë ndodh në këtë gjë? Po, siç e thash, shkolla e drejtorëve është një institucion i mirë përcaktuar nga ana ligjore dhe gjithë programet e tjera janë të detyruara nga ligji i arsimit. Pra që ti jesh drejtues sot, të aplikosh për një post drejtori, në gjitha nivelet e arsimit parauniversitar duhet patjetër të kesh certifikatën e shkollës drejtorëve. Më para shkollës drejtorëve ka pasur një shkollë të shkurtër, e cila ishte një fazë pilot që Ministria e testoi se si do t'ishte ardhshmëria e këtij institucionit shkollës të drejtorëve, që quhet IZHA, Instituti i Zhvillimeve të Arsimit. Vende të ndryshme kanë politika të ndryshme se si formohen dhe krijohen drejtuesit e arsimit. Si që thash dhe më përpara, ky është një model i marrë nga Izraeli, nga Instituti Avni Rosha, i financuar nga një fondacion me shumë emër, nga Rothschild Foundation. Të njëjtën formë gjeti dhe në Shqipëri, shkolla e drejtorëve, e financuar nga Fondacioni Shqiptar Amerikan për Zhvillim. Dhe si ka dhënë frutet konkrete ky projekt, meqense ka nisur prej 2019 dhe tashmë i kemi drejtorët e certifikuar, në cilat fusha aspekte ka filluar t'japi frutet pikërisht ky trajnim? Unë mendoj që drejtuesit janë bërë më të përgjegjshëm, më të ndërgjegjshëm ndaj sfidave që kanë me kolegët, ndaj sfidave me komunitetin. Shkolla e drejtorëve sigurisht që ka një element kryesor për të monitoruar dhe vlerësuar programet e veta, por nuk hyn në thellësi, sepse nuk është kompetencë e shkollës drejtorëve. Pra,
është një pyetje që duhet drejtuar Ministrisë së Arsimit. E qartë, jo, për të kuptuar më saktë se si funksiononin trajnimet, në rast se ne do të bënim një krahasim mes një drejtori të brezit tim dhe një drejtori tashmë pak të një kohë më moderne dhe në varësi edhe të specializimeve apo kurseve 9 mujore apo 6, si kundër aty që ka bërë, për të kuptuar se si funksionon një shkollë në rast se kemi një drejtor i cili tashmë e ka këtë eksperiencën e certifikimit. Dikur nuk, për marrim shembull, nuk të lejonin që sot në fakt nuk lejohet që të përjashtohet një nxënës, dikur nëse kishe një sjellje të keqe automatikisht ishe i përjashtuar ose transferohesh në një shkollë tjetër. Jo, nuk është se nuk lejohet që të përjashtohet një nxënës. Si funksionon? Shkolla ka vlerësim të brendshëm, vlerësim të jashtëm, ka autoritetet të caktuar në Ministrinë e Arsimit që merren me këto vlerësime. Sigurisht që shkolla ka rregullat e veta të repta, unë jam edhe prind, kështu që mund ta them me plot prindrit po flas dhe si pjesë edhe mund ta them me plot gojën që ka masa, ka komisione edhe për thyrjet e etikës më të thjeshtë nëpër shkolla. Vjen prindrit në dieni për çdo fenomen që ndodh në klasë, në shkollë, kështu që është e mirë përcaktuar. Kemi drejtues shumë të zotë që drejtojnë dhe menaxhojnë një brez të korave të sotme, që nuk ka lidhje me brezën e korave tona. Jo, ne kemi pasur gjithmonë këtë frikën që frika e ruan vreshtin, që nëse kishe një sjellje të keqe do të mbaje përgjegjësi edhe për këtë pjesë. Po. Sa mendoni që ka ndryshuar shkolla e drejtorëve dhe cilësinë në këto vite të asaj që shohim në arsim, sepse gjithmonë ka qenë një diskutim, a jemi ne në nivelet europiane, bëhen krahasime me vendet e rajonit kryesisht, po edhe më gjerë në gjykimin tuaj. Sa po ndihmon kjo? Shkolla e drejtorëve në rankim europian mund të themi që është një model shumë i madh suksesi. Ne jemi pjesë e rrjeteve europiane të arsimit, të punonjësve të arsimit. Nuk mendonte kështu PISA? PISA është një tjetër element që nuk i përket shkollës së drejtorëve. Ne jemi këtu që dhe mund ta mbështesim procesin e PISA-s dhe do të ulemi me ministrinë për të folur se cilat janë fushat që ne mund të vijmë në ndihmë drejtuesve. Pra ne jemi një akselerator për gjithë sistemin para universitar, pra për drejtuesët, por identifikimi nevojat duhet kryhet patjetër nga vlerësimet që kryen Ministria e Arsimit. Dhe duke shkuar me këtë ritëm, meqense e përmendëm 2019, edhe sa kohë do duhet që ne ta kompletojmë sistemin ton arsimor? Këtë vit që flasim, ne e kompletojmë në bazë të target grupit që projekti ka. E kompletojmë sistemin me numër të certifikuar, sepse kemi drejtues, kemi dhe aspirant. Gjithsesi, shkolla e drejtorëve, edhe pse mandatin e parë kishte 10 vjeçar, pra në 2027-ën presupozohet të përfundoj ky mandat i parë, neve do të vijojmë rrugën tonë dhe do të ulemi me ministrinë të flasim për ardhshmërinë e shkollës drejtorëve, funksionet dhe mbështetjen që ajo do t'japi në sistemin parauniversitar. Mirë, ne ju falenderojmë shumë, ju urojmë shumë suksese në punën tuaj, ishte kënaqësi t'ju kishim. Ishte kënaqësi, gjithashtu, ditë mbarë dhe juve. Faleminderit.